Nëse ty të shkruajnë burrat martuar, unë jam George Clooney. Ka pas shumë komente për këto burrat e martuar. Qëllimi im kryesor ka qenë ndoshta i dashuri yt e ka kuptuar se don me tradhtu, ashtu siç ke deklaruar vetë në emision, prandaj të ka lënë. Si arsimtare fizikës. Nuk e di për çfarë ka pas. Kjo po bëhet gati me u fut në Big Brother me këto polemika, po ju hala se keni kuptu. Do me thënë se nuk e kisha ditë këta. Më kam pyet shumë njerëz nëse kisha hyrë në Big Brother. Nuk është që e kam menduar ndonjëherë si opsion, për shumë arsye. Fillimisht përgjigjja ime fillestare është sepse kam shumë sekrete dhe s'dua të më dalin atje jashtë, që është mënyra ime për të tallur në fakt se unë jetën e kam shumë publike, edhe e kam pas lidhjet e mia, familja ime është shumë publike, gjithçka tjetër e imja është shumë publike. Big Brother ngjelet një prej platformave që bën më tepër bujë në të gjithë shqiptarinë, kështu që do e kisha menduar ndoshta. Big Brother është i sigurt që është çdo vjesht, edhe sa ka gjasë nga 1 në 10 që këtë vjesht mbase të shohim Big Brother. Këtë vjesht unë do iki në Britani, edhe kam një pauzë 1 vjeçare prej krejt medjave, Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, edhe krejt platformave të tjera. Lajmi keq për shumë, po lajmi mirë për disa që nuk e duan këtë prezencën tonë në ekran. Që kanë lobuar, hiqu se nuk të duam në ekran. Nuk premtoj që do hiqem tërësisht, se ka disa projekte të vogla dhe të mëdha të cilat mendoj që mund t'i realizoj edhe që atje, dhe që janë kështu on hold. Ta shohim se çfarë do të ndodh, po plani fillestar është që unë të iki për studime në Britani në shtator, edhe një vit të jem larg gojës së hallkut, ta shohim ndoshta më hiqet në syshi.